Forumi Girl Up 28 ka hapur një ekspozitë me punime të ndryshme ku si qëllim kishte fuqizimin e vajzave të reja dhe krijimin e hapësirave mbi barazinë gjinore. Forumi sot ka për qëllim kryesor që të mbledh vajza të reja, po të mbledh po ashtu dhe gra, frymëzuese me ndikim në komunitet, por dhe më gjerë dhe në Shqipëri, për të krijuar një rrjet vajzash të cilat komunikojnë me njëra tjetrën, ndajnë eksperjenca, ndajnë përvoja, për të mundësuar që këto vajza të reja që vinë këtu dhe takojnë me të vërtet gra frymëzuese të marrin diçka nga to, të marrin nga përvoja tyre dhe nga eksperjenca tyre, të marrin mësime, po njëkohësisht dhe të frymëzohen dhe të fuqizohen që dhe ato në të ardhmen pse jo të luajnë po të njëjtin rol apo dhe diçka madje dhe më të madhe. Ky projekt është përzgjedhur për t'i dhënë forcë grupit Girl Up, vajzave, për fuqizimin e vajzave dhe për të ngritur zërin dhe për të ecur me kokën lart, për t'ju thënë pothuajse të gjithë komunitetit që vajzat janë të forta. Aktiviteti bëri bashk gra dhe të reja, të cilat diskutuan mbi sfidat dhe arritjet, duke ndarë mes njëra tjetrës përvoja të ndryshme. Në fakt kjo vlerësohet nga nismat më të rëndësishme dhe në kuadër të zbatimit të aftësive që shkolla e drejtorëve do që këta aspirant të marrin nëpërmjet projekteve, por nga ana tjetër dhe të elementeve konkret dhe praktik që i mbeten shkollës, në cilësinë e një shkolle qendërkomunitare, por dhe të rritjes së kapaciteteve të vetë vajzave dhe grave që u bën pjesë e këtij projekti. Duke jetuar dhe në epokën e teknologjisë e informacionit, qasja ndaj inteligjencës artificiale, sikur i ka larguar pak të rinjt nga zbatimi në praktik dhe në element konkret, kështu që këto veprimtaritë e kësaj natyre ndërthurin të gjitha së bashku aftësitë konkrete, praktike dhe zbatimin e tyre, duke lënë edhe një peshë specifike për zhvillimin e gjithë komunitetit dhe shkollës në cilën kjo zbatohet. Ky forum është një mundësi gjithashtu edhe për të frymëzuar vajzat e reja, por edhe për të forcuar rrjetin e grave.